Dy persona janë shpallur në kërkim pasi akuzohen se janë bashkëpunëtorë të autorit të vrasjes së Ermir Dedjas, ngjarje e ndodhur pak ditë më parë në Durrës. Të dy akuzohen për veprën penale sigurim kushtesh për të kryer vrasje. Më konkretisht, dyshohet se ata kanë siguruar mjetin tip Seat, që u gjet i djegur në Gërdec, për të ndihmuar autorët, të cilët po ashtu mendohet se janë dy persona. Por të dy të shpallurit në kërkim, sipas verifikimeve në sistemin Teams, janë larguar nga Shqipëria pas ngjarjes. Njëri prej tyre është maroken dhe një ditë para vrasjes rezulton se ka sill makinën nga jashtë përmes portit të Durrësit. Më pas është larguar, ndërkohë që për personin tjetër nuk ka detaje. Ekspertët e kriminalistikës kanë sekuestruar disa prova nga automjeti i djegur në Gërdec dhe janë në pritje të analizave laboratorike. Pista kryesore për vrasjen e 29 vjeçarit është prishja e pazareve të drogës, kjo dhe për shkak të shkuarës problematike që kishte i riu.